Si ta ulësh stresin me çajra natyral brenda 30 minutave? A e dini se mund ta ulni stresin në vetëm 30 minuta pa ilaçe, vetëm me çajra natyral? Po, natyra ka zgjidhje të thjeshta që qetësojnë mendjen dhe trupin shumë shpejt. Ja 3 çajra që funksionojnë me njëherë. 1. Çaji i kamomilit. Kamomili është një nga qetësuesit më të fuqishëm natyral. Ai ndihmon në relaksimin e sistemit nervor dhe ul tensionin. Pini një filxhan të ngrohtë dhe brenda 20-30 minutave do ndiheni më të qetë. 2. Çaji i mentes nenegjikut. Mentja freskon trupin dhe ul ndjenjën e ankthit. Është perfekt sidomos kur ndiheni të lodhur ose të mbingarkuar. Aroma e saj ndikon direkt në tru për qetësi. 3. Çaji me melis, bari i bletës. Ky çaj është shumë i njohur për reduktimin e stresit dhe përmirësimin e humorit. Ndihmon edhe për gjumë më të mirë nëse e pini në mbrëmje. Si ta përdorni për efekt të shpejtë? Zgjidhni njërin nga këta çajra, pijeni ngadalë pa nxitim, merrni frymë thellë gjatë kohës që e pini. Vetëm 30 minuta mjaftojnë që trupi juaj të kalojë nga stresi në qetësi. Mos e neglizhoni stresin, trajtojeni me mënyra natyrale dhe të sigurta. Ndonjëherë, një filxhan çaji është gjithçka që ju duhet për t'u rikthyer në ekuilibër.